këtë vit kam qenë më shumë në zonën e Italisë dhe kam lëvizur dhe në Korsik. Domethënë në Korsik pata komplet një pritshmëri, si thua tjetër, nga ajo që unë imagjinoja, se nuk është se kisha dhe shumë informacion se si ishte Korsika, por që më bëri shumë, më tërhoqë shumë dhe e mendoj sërish që të rikthehem edhe një herë. Si një shqiptar tipik, Sanja Gjargjo. Këtë as mami im se kam mësuar akoma, e cila më merr çdo ditë telefon dhe më pyet, Gerta, sa lek harxove për pushime? Kurioz, shiko, unë kam qenë një fëmijë, si thua, që i kam treguar këto gjërat e familjes, domethënë brenda llojit të familjes time. Edhe nuk e kam pas problem, tregoja që shiko, kaq lek harxova këtu, kaq të ardhura kam marrë këtë muaj, domethënë nuk e kam pasur shumë problem. Kam vendosur që mos tregoj fare më asgjë. Por aja del Gertushi ta bëj jetën që e doa me rrogën e një gazetare, duke e ditur se sa qesharake din të jem pagat e tyre në Shqipëri. Thënë më sakt, a i duhet asaj të ngarkoj vetën edhe me një punë dytësora. Të flasësh tashi për gjendjen financiare të një familjeje, ndonjëherë merret edhe si mendje madhësi kur gjërat janë në rregull. Kështu që unë nuk jam nga ato persona që kam vuajtur përgjithsisht gjatë jetës time që fëmijë. Kam qenë një fëmijë që kam jetuar me bollëk që nga prindët e mi. Dhe le të themi që janë disa etapa që kalojnë nga një brez në brezin tjetër dhe normalisht mendoj se jetoj mirë, nuk jetoj në luks, por jetoj kënaqshëm, le ta themi kështu. Ajo është një natyrë luftarake e cila nuk bën kompromis për të vërtetën e madje drejtësinë e do shumë. Gerta i tregon disa raste se si ka reaguar kur fatkeqësisht nuk është trajtuar si e ka merituar. Ndoshta tingëllon paksa klishe kur e thua që çdo kënd do ta acaronte padrejtësia në punë, por mënyra e reagimit tim si person është në forma të ndryshme. Varet kë person kam përballë, varet sa në dorë ka i person në lidhje me keqbërjen ndaj meje, dhe reagimet e mia janë nga minimale deri në ekstremet. Si është ekstremi? A do ta shohim? Jo, nuk e besoj, sepse ka ndodhur për shembull që i kam rënë tavolinës drejtorit nga nervozizmi dhe nga padrejtësia që më është bërë. Ky mund të jetë, le të themi, një ekstrem i imi nga reagimet që unë kam patur, por gjithmonë mendoj që reagimet janë edhe në faza të ndryshme sipas moshës. Gerta më tutje flet edhe për projektin e ëndrave që uron e shpreson se së shpejti do ta bëj realitet. Kam shumë dëshirë të kem një spektakël dhe të drejtoj një spektakël, sepse mënyrë se si e kam imagjinuar unë në kokë veten time në një skenë të madhe spektakli, mendoj se unë vërtet do të bëja spektakël me natyrën që kam, me çiltërsinë që dua të paraqes në publik edhe si moderatore dhe të gjithë kompleksitetin e tipit tim si person përballë kameras dhe shpresoj shumë që në të ardhmen të drejtoj një spektakël dhe vërtet aty do të jetë spektakël